Përshëndetje, marrëm Binaku, mosafiri imi, marrëm mirë se erdhe. Mirë se të gjej, Bahtir. Faleminderit shumë që erdhe, është kënaqësia imja. Pjesën për të cilën nuk e fol, nuk dijon edhe nuk din shumë të tjerë besoj përveç atyne që keni pasur rrugtim së bashku me ardhmë në mërgim. Do të jetë interesante të ndëgjojmë. E di që ke çfarë tregon. Shumë po du ta di kohën kur ke dalë në Suedi, qofse ka qenë shteti i parë që ke ardhur në Suedi apo thjesht momenti kur ke marrë në vendim me dalë për Kosovës. Është kënaqësi edhe imja të rrefej për juve, Bahtir. Do shta është për herë të parë që rrefej për rrugtimin tim dhe dalin jashtë. Unë kam dalë nga vendlindja, nga vendi në Kosova me datë 1 dhjetor 1991. 91. Bashkë me bashkëshortën dhe 2 vajzat, Artën dhe Arlindën. Para se të vazhdosh, unë mendoj që shqiptarët kanë qenë të detyruar me dalë prej vendit. A ndjesh e tillë? Është shumë e vërtet. Unë bashkë me bashkëshortën time mirë vetën, kem punu në shkollën fillore Azem Bejta në Grabanicë të Klimës 6 vite, afër 6 vite. Dytë kemi qenë mësimdhënës të lendës matematikës dhe kujdestar klasët të nxënësve tanë. Më herët në shoqëri diskutojmë kështu cilës gjenerati takojmë. Faktikisht unë i kam përjetu si nxënës i shkollës mesme dhe demonstratat e viteve 80-ta, pastaj kam bërë shërbimin ushtarak, po ashtu një vit pas demonstratave, një vit shumë i gjatë për mua, me shumë përjetime në armatën jugoslave dhe me shumë ankthë pastaj. Pas shërbimit ushtarak, kam vazhdu studimet në shkollën lartë pedagogjike në Prizren, drejtimin e matematikës, dhe në vitin 1986, së bashku me mirë vetën, jemi punësu në shkollën fillore Azem Bejta në Grabanicë të Klinës. Qëllimi ishte të punojmë një vit dhe të kalojmë në kryeqytet, të vazhdojmë studimet për të kualifikuar për mësimdhënës të shkollës mesme. Por, në vitin 87 pësuan disa ndryshime në atë kohë dhe si që dinë që gjithë shqiptarët në nacionalizmi serb u zhvillua aq hovshëm dhe në krye të atij nacionalizmi doli, si që quajnë tani, kasapi i Ballkanit, Milošević, dhe ndroi gjithçka. Ëndra tona për ndryshun edhe planet e juaja natyrisht. Po, ndryshun edhe planet tona për të ardhmen dhe kështu që ato dëshirat tona për të vazhduar studimet ngelen me aq, sepse ne i mbetëm besnik asaj shkolle dhe atyre nxënësve të atyre gjeneratave, vazhduam vit pas viti. Si të gjithë shqiptarët e Kosovës, edhe ne u rreshtuam në pjesën për të rezistu, për të kundërshtu gjitha ato masa që i ndërmarrën në atë kohë kundra Kosovës dhe popullit shqiptar. Kështu që kam marrë pjesë në demonstrata, kam marrë pjesë në protestat ndryshme. Ne ishim edhe pjesë asaj shkolle ku më të madhe dëshironin të ndronin edhe emrin asaj kohë, sepse shkolla jonë mbante emrin Azem Bejta. Bashkë me kolegë tjerë kemi protestu për ndryrimin e emrit të shkollës dhe kemi arrit me përkrahjen e banorëve të bashkisë lokale që ta ruajmë të mos ndrohet emri i asaj shkolle. Kemi formu sindikatën e pavarur, kemi formu lidhjen e arsimtarëve shqiptar dhe disa vite kemi punuar edhe pa të ardhurna personale. Pastaj kalum vitet edhe vit pas viti të keqësuaj natyrisht. Unë ju kam nënshtruar për ndjekjeve atje, jam marrë në pyetje nga policët e asaj kohe, sepse isha edhe pjesë e grupit që organizonte protestat në shkollë.
kam qenë edhe iniciatori i themelimit të sindikatës pavarur të shkollës të asaj kohe. Pastaj, si të gjithë, edhe isha antar i Lidhjes Demokratike, asaj lëvizje të madhe popullore, që ndodhi në vitet 80-ta, antari i kryesisë dhe u zgjodha kryetari i Forumit Rinor të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ndërkohë, unë nderova edhe me qenë udhëheqës i komisionit për referendum për shpalljen e pavarësisë Kosovës, se u shpall në vitin 91. E gjitha këto ishin ato si e thojmë arsyet për të cilat edhe jam ndjek sistematikisht prej policisë të asaj kohe. Kështu që në vjeshtën e vitit 91, edhe pse bëm përpjekje që të vazhdojmë me vitin e ri shkollor, ne u ndaluam të hyrja shkollës disa herë dhe me urdhëresën e ministrit asaj kohe të arsimit, u ndërprej shkollimi për një kohë të pacaktuar, ndërsa ne vazhduam aktivitetet dhe unë u detyrova dal nga Kosova. Kështu që në datën 1 dhjetor 1991 morëm rrugën për jashtë. Sa më larg. A ishte e vështirë, do të thotë, pavarësisht situatës, sigurisht që mund të jetë e vështirë që të largohesh nga vendi. A të kujtohen ato momente? Ose ato ditë ose? Unë asnjëherë nuk kam menduar më herët me dal jashtë. S'kam lakmu jetë luksoze, sepse për mua ishte jetë normale, isha i martuar, kishim 2 fëmijë, ishim të kvalifikuar, kishim edhe të ardhura, por ne që jetonim në fshat kishim edhe mundësi të tjera që të merrem me kultivimin e produkteve bujqësore. Kështu që unë për vete nuk e kam pas, atë edhe pse kam pas shokë të cilët kanë punuar dhe jetuar në shtetet jashtme dhe më kanë ofruar me dalë jashtë në Zvicër. Po deri në ato momente as që kam menduar. Ndoshta me dalë për vizitë si turist, me pasë si duket Evropa, po jo me dalë. Po. U detyrove. Si vazhdoi rruga? Ku ishte destinacioni i parë? Që së keti diçka më të thonë që të kujtohet para se të dalsh, okej, thuje, por më intereson mandej rruga. Shumë mirë më kujtohet vendimi për me dalë jashtë nuk ishte i lehtë, sepse nuk kam arrit as të bisedoj me prindër, as me vëllezër, as me të tjerë. Çu ka qenë reagimi i Unë nuk e di reagimin, sepse nuk kam arrit as me gjithë të përshëndetëm. Rruga ka qenë gjatë, 4 ditë dhe 4 net. Ne kemi udhëtu nga Shkupi me një agjencion nga Deqani, dhe kontaktet me ata i ka bërë bashkëshortja ime. Ata kanë pranuar të na marrin nga Shkupi, por jo nga Kosova. Kurse si kanë thonë nuk mund ta qesim andaj në Maqedoni. Nëse delnin në Shkup, atëherë ne marrim përsipër udhëtimin, sepse pak a shumë e kanë ditë edhe situatën time, që pak e din edhe nga të afërmit. Miku im, vllavi i gruas time, na ka përcjell përmes Prizrenit, rrugës Brezovicës, një rrugë e shkatëruar, edhe kemi dalë atje te kufini të Tovës për Shkup. Pastaj kemi vazhdu Bullgari, Rumani, Hungari. Me autobus apo me autobus? Me një autobus. Edhe të tjerë shqiptar. Ka pas edhe të tjerë shqiptar, autobusi ka qenë plot me njerëz, edhe kemi rrinë në Suedi, në Helsingborg. Do më thonë, nuk pas ke pas qëllim tjetër dikon në vend tjera, po ka orë direkt në Suedi? Jo, kështu. Apo si rrjedhë? Ne s'kemi pas, si thash më herët, ne s'kemi pas plan ose ëndra për ndonjë shtet. Ishte një kushëri i mirëvetes që ajo e quan edhe vëlla, na i mbytyqën së bashku me motrën e vet dritën që jetojnë në Malme, edhe ata i kanë thënë ejani në Suedi. Okej, kanë ardhur ata më herët se ju. Sepse unë nuk e di a do e kisha marrë këtë rrugë, po me që u rreziku jeta në atë kohë, atëherë ajo ishte ndihma më e madhe që e bën atë siguria jon ejani. Fëmija kanë qenë, sa ishin fëmija vogël? Vajza e madhe ka qenë 4 vjet, Arta, ndërsa Arlinda 2. Si kanë qenë reagimet edhe pse të vogla?
Nuk e di, po shkojmë bab, qa po? jo, kështu nuk kanë qenë, kanë kuptuar situatën, sepse arta është edhe, ka qenë edhe ngjarje më herët. Unë kur jam ndalu një herë për rrugë për të shkolla, kam zbrit nga makina edhe aty më kanë detyruar me i dath këpucët edhe me i hull në anën tjetër të rrugës, edhe kur më thonë ata merri këpucat, nuk kam kalu, nuk kam pranu me dalë në atë anën tjetër, sepse 2 ditë përpara është vrarë një person te rruga e Gjakovës, një djalë nga një fshat i Klinës, gjoja se ka tentu me ikë. Dhe unë nuk kam shku me marrë këpucë, kam refuzu. Pastaj na kanë kthy mua dhe zonjën nga makina te shitورja e fshatit, sepse e pa një tubë të burrave aty. Do kthehemi në shitore, do na qerosish me bira. Qëllimi i tyre ishte që të ngrisin dyshime të njerëzit aty se unë jam lojal. Mirë po unë kur u ktheva aty i thash atyre shitësit, i thash a gjatal, unë nuk i kam ftu dhe nuk i qerosi. Me të madhe shqip. Dhe ndërhyrja ishte shumë një burr i mirë, kuptoi situatën edhe tha lejoni profesorin le të shkon në punë, unë ju qerosi. Dhe vajza ishte me neve a ditë dhe i kujtohet ja këtu kur kemi shku pas luftë, thot baba këtu i ke hull këpucët. Rrugtimi 4 ditë, tha? 4 ditë, 4 natë. Pastaj erdhën në Suedi. Dhe si ishin fillimet? Po, si të them, unë posa kom marrë këtu në kufi, kur kemi hyrë në kufi të Suedis, një policë kufitare e bardhë, suedeze, na ka folë në gjuhën shqipe, na ka shprehë mirë se ardhje. Gjuhën shqipe, jam befasu me të folurit të saj, dhe na u ka drejtu, na i ka kërku pasaportat, edhe dikur ju drejtu vajzës, ju jeni arta, i thot po, qysh më duk si kur erdha në shtëpi time. Më duk aq ngrohtë e mirë. Ishte aq pastër, aq mirë, aq ne kemi zbrit në Helsingborg dhe jemi ullë në një port tanie, unë këmë ndu qërë stacion autobusi, aq pastër sa që i pata thonë një vetës me më lënë këtu kisha fjetë. Dyshim i madh me Kosovë. Shumë i madh. Edhe sjellja e njerëzve. Pastaj sjellja e njerëzve ka qenë shumë e mirë. Ne jemi vendosur në një kamp në Ystad, ku ka pas shumë shqiptar, dhe gjuha suedeze më tingëllonte diqysh si gjuhë e mirë, dhe kam fillu qysh në ditë të para, me i mësu shprehjet të para, unë quhem, si quhesh, mirë dita, mirë mrëma, si jeni, dhe kështu për 2 muaj e gjysë sa kam qenë në kamp kalus, unë jam përgadit kogja mirë me gjuhën suedeze. E përmende edhe kampin, pjesa e kampeve të shqiptarëve që kanë kërkuar qëndrime në vende të ndryshme të Evropës dhe botës, për ju që jeni matri, është shumë interesante. E di që ka shumë që ka me folë, po do të përpiqemi pak a shumë të që janë më të rëndësishme. Si ka qenë jeta në kamp? Unë për vetën time, thamë se çdo periudhë është një kualifikim, kam nxjerrë mësim për vete dhe kemi njoft veten më mirë. Ka pas shumë shqiptar, ka pas edhe të tjerë në kamp, do të thotë kampët e refugjatëve nuk ishin vetëm për shqiptar, po ishin edhe për refugjatë të tjerë, nga gjitha anët e botës. Shumë e vërtetë se ka pas shumë nga Kosova edhe nga Shqipëria. Edhe nga Kosova, njerëz nga treva të ndryshme, pjesa e madhe nga Mitrovica. Shumë mirë kemi kalu. Interesante kjo pjesa e Mitrovicës, edhe më herët e kemi bisedu me atë paraforcën që isha këtu, pjesa dërmusën në Suedi dhe për shqiptarëve nga ana Mitrovicës. Shumë është e vërtetë, ka mundësi që këtu i kanë ftu, kur kanë ardhur familja i ka ftu të tjerë, sepse atëherë ne kur kemi ardhur nuk ka pas viza, nuk ka pas filtera, dhe kushtet kanë qenë shumë të mira. Pastaj si ne e dim që Mitrovica është ndër qytetet që më së shumti ka qenë e dëmtuar në atë kohë, nga se shumica kanë jetu nga të ardhurat personale që i kanë realizu
duke punuar në minjera, miniera të fabrika Trepçës. tjera. Dhe ata janë ndër të parë që janë largu nga puna, kështu që lufta për ekzistencë, mos të harrojmë se një pjesë e madhe kanë qenë të ndjekur politikisht. Po, Pjesë e që. madhe. Po, kampi, sa kohë qëndrove në kamp? Unë kam qëndru E di dikon... që shumica shqiptarëve kanë lëviz në vende të ndryshme gjatë kohës sa kanë qenë kamp. Do të thotë kanë ardhur në vendosur në një kamp, pastaj i kanë zhvendosur në vende të ndryshme. Dhe ashtu kanë qëndruar, do të thotë derisa kanë marrë qëndrimin për disa vite. Ta shpjegoj, ai ishte kamp kalus, do të thotë një kamp ku njerëzit mund të rrinin 2-3 muaj, pastaj prej aty bëheshin intervistat e para nga inspektorët policor për të shprehë arsyet e ardhjes këtu, dhe pastaj dërgoheshin lëndët në intin e emigracionit, ndërsa ne përcjelleshim në për kampe qëndruese, do të thënë në për vende ku do të qëndronin pak më gjatë, ku ishin kushtet më të mira edhe ku pritnim për vendimin nga inti emigracionit, lejet e qëndrimit. Dhe unë pas 2 muajve, dikon 2 muaj e gjymës, dikon ka mesi i shkurtit, jem ardhë për Boros. Atëherë ishte duke u hapur një kamp i ri në Viskafosh, por fatkeqësisht kur kemi ardhur ato ditë të para ende nuk kanë qenë të rregulluara vendbanimet dhe mi vendos në kazermën ushtarake ku ishin edhe refugjatët që vinin kështu për një natë 2. Do të thonë ti prej asoj kohë pas ke qenë afër Borosit. Sepse kam takuar shumë tjerë që kanë lëviz shumë në qytete të ndryshme, pastaj kanë ardhur në Boros. Unë kam bën një natë në Mallme, pastaj që si sa 2 muaj diçka në Ystad dhe nga Ystadi në Boros. Po, shumë interesant, dikon ja 3 javë kemi qenë në kazermë ushtarake, 3 familje në një dhomë, pastaj nga këto na kanë vendosur në një shkollë, në një konvikt atje Viskadalens Folkehögskola, edhe atje kemi qenë dikon më shumë se 2 javë. Mbas aty kemi ardhur në Viskafors dhe aty më duket se kam qenë mbi një vit, dikun në muajin e majt vitit 93 jam pajis me leje qëndrimi. Bas 3 viteve ju të plota, apo? 91, 92, 93, apo? 92, dikun 18 muaj, po i bjen sepse në dhjetor të 91-ës, po, 12 muaj 92, edhe 5 muaj ishin të... Me sa i kam llogaritur dikun 18 muaj. Ka marrë statusin e refugjatit, de facto refugjat. Ishte një nen aty që definonte statusin e refugjatit politik, i cili për momentin, për shkak të situatës nuk mund të kthehet. Pastaj filloi një jetë tjetër. Pastaj filloi një jetë tjetër, shumë e vërtet, po përderisa isha duke qëndruar në kampin e refugjatëve, kem pas aktivitete edhe shqiptare, do të thënë u organizuam, u formu një degë lidhjes demokratike, u formua komisioni për 3%, po para se me formu komisioni 3% vitin 92, unë kur jam vendosur, erdhen do aktivistë shumë të mirë, ish indjeri Fejz Halili, një profesor jeton në Göteborg, ishte përkthyes në atë kohë në gjatë Hoxha, edhe në takuan këtu, edhe në treguan se ne të gjithë i përgjigjemi vullnetarisht, e paguajmë 3% qeverisë të Kosovës. Edhe unë për vetë njëherë u angazhova që ta marrë obligimin, ta kryej obligimin tim, po ata më obliguan edhe të tjerët me i përcjell. Nuk ishte detyrim, por ishte më shumë në baza vullnetare. Edhe pjesa është interesant që ke pjesa sepse do ta dinë edhe të rinjt edhe ata sot që cilët unë mendoj kanë herë që po arrin gjonat. Edhe gjatë asaj kohë sa keni qenë nëpër kampe, çato parë që i keni marrë. Prej aty ne keni ndajë në Kosovë. Është e vërtetë. Ne kemi marrë një formë ndihme, i thojnë bidrag, si refugjat, 60 krona në ditë kanë qenë për antar, por nga ato ne në shumën mujore kemi nda 3%. Do të thonë nga ato më shumë ka qenë dedukuar për ushqim, për higjienë,
edhe jo përveç mbath. Po, mendova unë përveç 3%-shit të familjarët që kanë qenë në Kosovë, për shembull, atëherë do të thotë sepse faktikisht në atë nishin fillon edhe më u largu nga puna shqiptarët, apo? Pjesa e madhe e njerëzve me përgatitje akademike janë largu 90-91%, shumica. Që do të thotë ti përveç 3%-shit edhe që ke pas obligim këtu me fillu një jetë tre mënyrë jo të dëshirueshme, ke pas obligim edhe familjen e poshtë, ti dërgoj të holla ose ajo familja ka qenë pjesë patjetër obligim i joni, ndërsa kjo tjetra, shiqo, unë kam dhënë edhe 30%, se mu më ka zanë 10 orë, 90 për sa kam marrë. Në qatë mujnë qatë të ardhën edhe 30%, atëherë është qujtë, është thënë se duhet t'jepen për armatim, 30%. Pastaj, më kujtohet kemi dhënë për Drenicën, pastaj kemi dhënë për shkollën Shqipe, jashtë asaj 3% që t'rregullt. Po se edhe pikërisht kjo është edhe arsyeja që ne do të flasim dhe kam dëshirë se ti që ke ardhur në atë kohë dhe ke përjetuar të gjana, arsimi paralel atëherë kur largun të shqiptarët nga institucionet shkollore, atëherë u detyru me jetu me mësu në shkolla private. Unë e kam përjetuar vetë edhe gjatë kohës së mesme edhe shkollës së mesme dhe fakultetit. Do të thotë ata mësues u mbajtën me parët e mërgjimtare. Shkollat, librat, pastaj deri te ushtria edhe realizimi i pavarësisë së Kosovës, që pjesën po kam dëshirë me tregu pak. Është e vërtet, vjeshta e vitit 91 është pauzuar arsimi në Kosovë. Dikun nëse zgaboj në janar të vitit 92 ka fillu mësimi në shkolla, po atëherë siç e the edhe ti, jo në për shkolla që kanë qenë të asaj kohë të Kosovës, po në për objekte private. Edhe ne këtu, si thash, çdo herë që është lëshu një komitesë ose një kërkesë, ne ju kemi përgjigj. Shqiptarët të cilët kanë jetuar në Boros, po flas, dikur në kampin e Viskaforsit, pastaj është hapur edhe një kamp i refugjatëve në Boros, mbi 90% ju kanë përgjigj kësaj kërkese. Përveç që thash që kemi pagu 3% e ata që kanë mbajt familjet e veta, shumica e njerëzve këtu janë angazhu edhe për mbajtjen e mësimit gjuhës shqipe, ne edhe kemi mbajtur edhe mësimin plotësues gjuhës shqipe. Pastaj jemi organizuar, kemi marrë pjesë në gjitha nga Borosi, kemi shkuar në të gjitha demonstratat që janë organizuar në kryeqendrën e Suedisë në Stockholm. Demonstrata, 3%, familja, aktivitetet, të gjitha këto gjatë asaj periudhe kur keni ardhur në Suedi. Kjo është të thotë kontributi që pavarësisht që është shkruar edhe flitet, por nga kjo pjesa ime kam dëshirë me shpjegu këta që kam përjetuar, sepse shumë herë mendoj që po kalansinën hije, unë mendoj që sa më shumë që ti rikujtojmë këtu, jemi vetvetja, këta jemi. Dhe ky kontribut duhet të jetë del pa, është dalë natyrisht, por sa më shumë që ta kujtojmë se kush ishim, do të jemi edhe më mirë, edhe me njëri tjetrin. Kjo është ajo që neve na bën krenar, edhe unë për veti eci me gjoksin e hapur, shumë shlirë me krenari, sepse përkundër asaj që ne jemi ndesh me jetën tonë këtu, me vështirësitë që kemi pas, e fillove në gjuhë, unë shumë shpejt jam pajisë edhe me gjuhën suedeze. Po, edhe aja ka qenë sfidë vetë. Po, ajo është jashtë asaj, si thojnë jashtë asaj, po, edhe kam pas kohë, edhe më marrë me familjen, kam pas kohë më marrë edhe me punët e mia, po edhe me punët e shoqërisë këtu ku jetojmë. E din bashkëdhetarët tonë që jetojnë këtu në Boros, të cilët janë nga fillimi i Borosit, se ne kemi qenë mirë të organizuar këtu, edhe kudo që është kërkuar neve jemi rreshtuar. Është shumë e vërtetë se mos pasqa qenë i pari, i dyti kam qenë, dikon gjithmonë i dyti kam qenë në organizimin e udhëtimeve për Stockholm atje. Neve kemi organizuar edhe një demonstratë të madhe këtu në Boros, me të cilën kanë marrë pjesë në atë kohë mbi 1000 shqiptar,
që jetonin në Boros, po edhe në rrethin. Në kohën e luftës, demonstratë të cilën e kanë mbështet të gjithë përfaqësues të gjitha partive politike të Borosit. Edhe atë ditë është përmend në media, në radio, demonstrata jonë dhe fjalimet që janë marrë të ditë. Është gjyku Serbia, është gjyku okupatori në atë kohë. Nuk kem nevojë që të përmendim me që rap biseda tani, sigurisht e njihni ju që ka njihni marrëmen, shoqata Dardania është dëshmia që ka qenë prej kohësh aktivist i palodhur dhe vazhdon të jetë, por do të kemi raste ndonjëherë tjetër flasim për shoqatën sepse kemi çka flasim edhe për atë, por me që tani kemi tim tjetër. Kaloj aja pjesë, sigurisht mund të kesh kujtime ndryshme, kontributi padyshim është që nuk do të harrohet edhe fala atij kontributi, mendoj që sot edhe kemi pavarësinë e Kosovës. A mendon se shqiptarët Mërgata kanë ndihmuar shumë edhe ushtrinë edhe pavarësinë e Kosovës? Unë jo që mendoj, po besoj dhe jam i bindur se Mërgata e ka mbështet edhe ushtrinë, edhe lëvizjen përpara dhe popullatën. Do të thënë në 3 frontet, ne që kemi jetu jashtë, jemi angazhu. Aty ku është kërku, aty është dhënë. Po flas në Boros. Këtu. Ne kemi ndihmu me mjete, me para. Nga Borosi kemi qu edhe veshmbathje. Nga Borosi kemi dërgu edhe teknik për fakultetin teknik në Kosovë. Në Boros jemi qenë edhe të organizuar jemi përgatit edhe me shku në luftë. Kem pas intervista në Radio Shyharet, kem pas intervista në Boros Tidning, unë kam faktet, pastaj edhe në televizionin TV4. Kem pas vizita nga televizioni 4-shit, por me qenë se emrat e ato nuk kem lëshu lista për shkak të sigurisë individëve, mirë po këtu kemi qenë të përgatitur për me shku në luftë. Jemi nda për me simas regioneve, kështu jemi rëndit region nga jugu atje deri djenë këtu në këtë regionin tonë, po pastaj ndodhi si ndodhi atje disa atje në Shqipëri dhe u stagnu, ngellëm këtu, por përveç dhe më thënë ndihmave materiale e ato që i kemi dërgu, edhe njerë që në kujdes për familjarët e vetë, ne edhe kemi qenë gatshëm me shkollë fizikisht e unë mendoj që është pjesë e çdo kujt, pavarësisht sa e kuptojnë dikush më herët, dikush më vonë, po është nder ti shërbesh atë thejot. Mendoj që padyshim që je shumë krenar për këtë pjesë. Ndjesh i tillë, mendon se ke mujt me bë edhe më shumë, apo e ke bë ato që ke pas mundësi? Njeriu kur nuk është i kënaqur me punën e vet. Unë mendoj që ka mujt me bë edhe më shumë, po sigurisht se ndoshta koha edhe i ka kufizu disa gjëra, ndoshta na ka mungu njohuria, ndoshta ka mungu përvoja, mirë po unë besoj që ne kemi bërë ashtë sa kemi mujt. Këtu edhe të gjithë ata pjesa e madhe që kanë jetu në atë kohë, kanë qenë të angazhuar këtu edhe një thirrje të vogël që kemi bërë. A mendon që Mërgata sot respektohet për atë sa e meriton? Si ndihesh kur shkon në Kosovë? Unë për veti ndihem shumë mirë. Shumë mirë nga se unë shoh vetëm të anë pozitive. Nuk ndalem, shiqet, ka dobësi, ka mangësi, po unë me që përnoj në arsim, unë jam mësu me vlerësu vetëm rezultatin punën e mirë. Gabimet nuk i shiqaj, Svedes të nduhesh edhe vetë me ofru diçka, edhe vetë duhesh me kontribu për me u prit mirë. Do të thënë për me marrë diçka duhesh me dhanë. Unë nuk mendoj që ne
nuk pritë mirë ato. Kam dëgju, kam pa raste, po na duhet me kuptu edhe popullatën atje, sepse ne që jetojmë në Suedi, kemë bëj me një popull që janë të emancipum, i kanë ca rregulla që për neve ndoshta për popullatën tonë nuk duken të rëndësishme, mirë po ato janë ato ndoshta që ja japin edhe atë ngjyrën e bukur kësaj edukatës suedeze. Ne duhet me pas dorim, duhet me prit, sepse është popull i dalur nga vuajtjet edhe lufta, popull i traumatizuar, merr kohë me u riparu ato, po unë shpresoj gjeneratat e reja që po shkollohen jashtë, po tash edhe atje që po shkollohen, kanë qasje në informacion digital, unë besoj pjesa e madhe janë veç gati sikur këta këtu. Nuk kemi tema politike, por po lidhet tani, po e du vetëm në përgjigjen po ose jo. Tani kemi zgjedhjet lokale. Shpesh po na akuzojnë, po thojnë Mërgata s'ka nevojë me marr pjesë në votime. A je për apo kundër? Unë jam mbas gjithë kësaj këtij kontributi që është bërë, gjithë kësaj sakrifice, si mendon? Nuk e di pyetja si ishte, nëse përgjigjem me po. A do të ishe me votu mërgjimtar, me marr pjesë në zgjedhjet në Kosovë apo jo? Është e drejtë jonë ligjore dhe kushtetuese. E vetmja e drejtë të cilën unë e këzaj është e drejta e votës. Të gjitha tjerat mujnë me heq, po ato nuk besoj që edhe mundet dikush me që është e drejtë përderisa unë kam shtëpi atje, përderisa unë paguajt atje. Je dalë dhënshëm. Edhe pse unë nuk jetoj gjatë tërë vitit, po unë atje i kam gjithat minjat, unë shkoj me dëshirë, paguaj tarifat kufitare, paguaj tatimet, paguaj rrymen, paguaj mbeturinat, edhe në qoftë se ka nevojë nëse bëhet edhe sigurimi shëndetësor, gjitha ato jam i gatshëm me i pagu, po edhe drejta. Edhe unë arsitoj kështu do të thotë këtë fakt. Ajo është e drejtë kushtetuese që më garantohet me kushtetut. Po mirë, ti je dalë, siç e thamë edhe në fillim, edhe e dim, dhënshëm. A mendon më kthy herë? Unë kam mendu me u kthy. Kam mendu pas 5 viteve, kam mendu pas 10 viteve. Ndoshta edhe 20 vite, edhe lufta kur e kry, kam mendu me u kthy. Po, me qenë se pas luftës nuk kishte hapësirë për njerëz që janë kthy atje, ata që ishin dalë në kohën e luftës, njëherë u dashte më dhon hapësirë atyre, derisa i morën këmbët më miki mosha. Unë tash do të kthehem si pensionist, nëse e kam shëndetin. Me gjithë dëshirë. Po do e ndaj dikon 50-50, sepse... Po me gjithat me shpresë gjithmonë kethu, më kthy. Prandaj do të thotë, ky fakt më bën mua me mendu edhe me arsitue pjesëmarrjen tonë në zgjedhjet, sepse e dalë dhënshëm, ke një shtëpi atje, ke një shtëpi, një banesë atje, shpreson për çdo ditë më kthy, kushtet nuk janë të në standarde çfarë janë këtu në Kosovë, gjithmonë po shpresoj me pi kushtet edhe atje, edhe më kthy. Edhe kjo që është shumë legjitime, mendoj me pas pjesë edhe atje. Fëmia se, okay, çka deshta? Ndoshta më lidh këtu për kushte, mu as pak s'u bojnë punë kushtet, mos më pengon asgjë atje. Si shkoj atje, i përshtatëm kushteve të atje. Po, jo gjithë i shohim ashtu, por mendoj që tani ka shumë arsye për të kthyer se sa që kishim më herë, sepse Kosova është zhvilluar edhe po zhvillohet për çdo ditë. Ne nuk vende që dojmë e kemi një shumë përqefje dhe nuk po na duket kur që po është e mjaftueshme. A se di atë ka rasti me që po e flas me ty sepse ke kontakte shumë me njerëz, sidomos me shqiptarët edhe Shqipërisë edhe të Kosovës. Unë gjithmonë më duket që na shqiptarët e Kosovës ma shpesh e përmendin Kosovën. Emocionalisht akoma jemi të lidhur me Kosovën. Mos të keq kuptohet me shqiptarët e Shqipërisë. Ndoshta unë besoj që ata janë zhgënjy për Shqipërinë. Edhe tani kam fillu ka pak ato të shkënjejmë edhe një ditë me Kosovën që mos ta përmendim sikurse e flasim çdo herë. Unë mendoj pak më ndryshe. Me emocion,
Unë rri edhe me Shqipërisë shumë, edhe me të Kosovës, po kur të rri me të Kosovarë, gjithmonë e kemi temë Kosovën. Kosova. Po kthehem, methem, shkoj koha, kur po kthehem, jo që s'po bëhat, apo të çdo temë janë gjithmonë të njëjtat. Këta janë më stabil, edhe mua m'pëlqejnë shumë më shumë shqiptarët e Shqipërisë, sepse nuk bën asnjë gjë nëse mendon. Shumë është interesant kjo. Po Edhe unë rri me shqiptar të Shqipërisë, të Kosovës, po unë nuk i vrej ato dallime në neja tona. Sepse flasim për jetën tonë, flasim haptas për Shqipërinë, për Kosovën, të dy palët, edhe shqiptarët e Shqipërisë e duan Kosovën, po edhe ne e duam Shqipërinë. Kjo që ne më shumë e përmendim Kosovën, mua, mendimi im është ky, është sepse neve gjithmonë na ka mungu shteti jonë, na ka mungu Kosova si shtet. E kemi pas ëndër njëherë më shkeput nga ajo ish Jugosllavi, nga ai ish regjim i cili na ka përndjek, ndërsa shqiptarët e Shqipërisë e kanë pas shtetin, edhe pse ata kanë jetuar në një sistem komunist shumë të vështirë, po problemin e shtetit nuk e kanë pas. Ndoshta mua është ajo arsyeja që ata edhe nuk e përmendin shtetin si shtet Shqipëri, për shkak se e kanë pas, po ne diqysh, po na duket sikur kjo na ka mungu, edhe tashi e kemi bon shtetin ton, edhe kemi ndoshta jo frikë, po nga ajo dëshira e madhe që na është plotsu, kemi dëshirë me e majt gjallë. Kur flas me ta ka e them edhe vërtet ashtu është. Shqipëria ka pas problemin nga brenda, ne kemi pas nga jashtë. Prandaj edhe gjithmonë kemi pas mall Kosova me qenë e lirë, më bashku me Shqipërinë. Edhe kështu akoma po vazhdojmë me qenë emocionalisht lidhur me të, edhe me pasa më shpejt duke u zhvilluar ashtu që kemi dëshirë natyrisht edhe të bashkuar. Pse jo, por këtu i kam vrejt këtu biseda, ndoshta edhe mua më ka interesuar më tepër, kështu që mund t'i kam veçue. Edhe kam pas rast me bisedu edhe me ta edhe me kosovar. Edhe vetë jam i tillë, do të thonë, po bën 18 vite tani edhe çdo herë me shpresën mu kthy. Po s'po kthehemi. Si ka pjesa e shoqërisë suedeze. Tha edhe në fillim pak a shumë a dim gjithë jemi ndjetë mirë së ardhur. Shoqëria suedeze është shoqëri që them shumë e civilizuar, qytetruar, antipume, arsimume. A dallojmë shumë me shqiptarët, çka dallojmë, a ke menduar më herë? Unë kam pas rastin edhe fatin me punu në arsim. Në arsim janë njerëz me përgatitje universitare. Nuk kam pas rast kur me ndëgju prej kolegëve të mi, qoftë më i vjetër apo më i ri, me i thënë njëri tjetrit po gënjen, ti nuk din, këto nuk i kam ndëgju kur. Edhe janë shumë të kujdesshëm, ndoshta në mendime ndëgjojnë mendimin tanë, po e thot unë e kam këtë mendim. Ta thot ndoshta ta thot një mendim paralel ose që ndoshta është kundër mendimit tuaj, po asnjëherë nuk kam pas rast me u shpreh me thonë me ju drejtu personit përballë ti nuk din, ti po gënjen, këto nuk i kam dëgjuar. As nuk i kam dëgju me fol për njëri tjetrin, as me i përzi temat. Unë kam qenë edhe politikisht i angazhuar 2 mandate e gjys, edhe kemi pas kemi diskutuar një ngjarje atje në Partinë Socialdemokrate, edhe përballë kam pas kolegin që kemi pas vetëm një mur, kemi pa njëri tjetrin, dytë kemi punu me një arbetslag, një ekip pune, po asnjëherë nuk e kemi diskutuar çështjen e mbledhje ose pantarësisë. Atje në mbledhje po, ajo ka debatu, unë kam debatu, po kur kemi arë këtu s'kemi fol parti kur, po kemi qenë kolegë. E di që s'është këtë ne. E këtu është dallimi pak që tonë ende nuk ka ndalë nga ajo, ende i përzim pak punë ne, përzim profesionet njëri tjetrit. Më thënë, nuk nalëm se unë jam mjek, të flas për mjekësinë, nëse ti je gazetar, merru me gazetari, elektricisti me elektricitet, po ne mundohem me mësu atë që unë të mësoj elektricistin, edhe nështë nuk po di më shpreh. Këtu është dallimi më duket mes neve edhe
kolegëve ose kushtet ekonomike do të thotë edhe zhvillimi i vendit në gjitha fushat e bën që ndoshta njerëzit me qenë të tillë sikur Suedez, sepse të nënë gazetar sot po detyrohet me punu ndoshta në punën e gazetarisë për shkak se s'ka mujt më punu një punë tjetër. Edhe nuk ka hapësirë për me punu në fushën që ai ndoshta ka studiuar apo ajo. Çdo që të jetë, shpresojmë që do të përmirësohet kjo, edhe pse natyrisht ka hapësirë, po don kohë. Një gjë është me lidh këtu. Unë kam vrit që shqiptarët tonë që kanë jetu disa vite këtu në Suedi, shifet kur marrim rrugtim gjatë ose kur jemi në Kosovë ose në Shqipëri, dallohen prej shqiptarëve që jetojnë në shtete tjera të Evropës. Shifet kjo, sadopak e kemi marrë atë kulturën e mirë. Po vetë mas kemi marrë një pjesë mirë, e kemi pasuru kulturën edhe sjelljen tonë me disa të mira. Mendoj që është e mirë kjo, sepse kjo tani reflektohet edhe gjatë vizitave poshtë dhe gradualisht. Aspektin pak ma privat, familjar, me fëmijët e tu, diskuton ndonjëherë për Kosovën. Po. Fëmijët e mi kanë qenë tonë kohën. E di që kanë studiu këtu, kanë marrëdhënie puna mirë. Tërkohën fëmijët e mi kanë qenë pjesë e këtyre ngjarjeve që kanë ndodhur këtu. Domethënë si fëmijë, ata në qoftë se nuk kanë ditë me fol, kanë marrë pjesë në një manifestim që është bën, në një protestë që është bën, në aktivitete që kemi bën. Edhe këtu mjetët që i kemi ndarë, ne i kemi formuar gjithmonë edhe me veti fëmijët tonë. Japim këto për këtë punë, japim këto sepse shumë herë është dashur ndoshta me lan pak keq. Fëmijën këtu më thonë do të me t'i blik puc pak më të tira sepse do t'i dërgojmë këtu. Edhe pastaj neve pas lufte kemi blerë një banesë në Kosovë me ato mundësitë tona dhe sot ajo banesë ka vlerë. Nuk mund të paguhet, ajo me më ofruar me diçka, unë nuk pranoj me shit, për shkak se për shkak të asaj banesë që ne kemi pas, fëmijët kanë pas dëshirë me ardhur në Kosovë, kanë dalë me ramjeve, janë taku me gjeneratat vetat atje, edhe sot votojnë vetë, shkojnë vetë, dojnë Kosovën e dojnë Shqipërinë. Di që edhe vetë shkon shpesh Kosovë e Shqipëri. Unë shkoj shpesh sa herë të më jepet mundësia, edhe ndoshta edhe për një vikend shkoj, kam shku edhe shkoj. Po që thash edhe vajzat janë të martume, po nuk i kanë zgjedh këto vende tjera si Turqinë, ku janë edhe më lirë, e prioritojnë Shqipërinë. Përpara Ulqinin, 10 vite kemi shku në Ulqin, në qytet shqiptar, ne kemi kaluar nëpër Kroaci, kemi kaluar nëpër Malzi, po prej këtu uhit destinacioni i qëndrimit ka qenë Ulqini, mu për shkak të mbrëmjeve që ishin atëherë shqiptare në Ulqin. A do të ishte marrë me kjo që është sot, po mos të ishte në Suedi, aspektin profesional, e tha edhe vetë për të studiu në Kosovë, por përvojnë Suedi, mandej edhe në aspektin personal karakteri, mendimet, kultura. Me siguri, sa do pak, na jemi kompletu, mendoj që kemi orë. Me siguri, deri dikun do isha ai Muharremi, sepse i kam dëgju shokët e mi, shokët e studimeve, kolegët e punës, shokët e shkollës mesme, që gjithmonë më kanë thënë se ti ke qenë pak më i qetë se ne të tjerët, edhe më thot një komandant, një shok dhome që e kam pas në studime, ishim një herë me një vend edhe thot ky ka qenë Suedez, pa shku në Suedi. Bani një krahasim kështu sepse ka qenë pak më i ndalur, më i kadalshëm, po gjithmonë kam ngulës në të drejtat e mia edhe i përgatitur kam qenë gjithmonë. Po jo, mund të them sepse unë kam ndryshuar shumë si Muharrem, si individ, si prind i fëmijëve, si bashkëshort i një gruaje. Kam ndryshuar shumë, edhe në aspektin profesional jam pajis me përvoja, me njohuri të reja, kështu që nuk besoj që këtu kam arrit shumë. Njëherë kam humbë gjitha, kam fillu nga zeroja, kam rifillu një jetë mirë, po këtu
34 vitet jetës këto janë shumë të pasura me shumë. 34 vite. 34. Çka do të thotë për ty me qenë me jetu në një vend huj? Në këtë rast, që shikon, ke qenë të të detyruar me dalë. Fillimi, A ke mendu ndonjëherë, ndoshta edhe ke mendu se mendojmë gjithë pse erdha ose pse nuk po kthehem ose çka bona për këtë vit ose. ka pas raste ku jam nalë dhe kam reflektu. Janë kanë disa 2-3 situata ku jemi ndalu bashkë me mirë vetën edhe kemi mendu, a kthehem tani, a dalim nga këtu. Por, duke i bë do analiza, do vlerësime, kemi thënë jo, kur kemi ngarë, apo bëjmë më mirë apo më keq, atëherë kemi vazhdu jetën këtu edhe nuk mendohem se jam këtu, se si stash, unë nuk e ndjej vetën më këtu i huaj, sepse nga fillimi jam inkuadru në punë, jam shoqëru me njerëz Integrim të... me sa ma e madh që t'jetë edhe lehtëson jetën. Po, do të më edhe pjesë me ne gjithmonë kemi synu me hy në Evropë, me hy në Evropë, Kosova është në Evropë, edhe unë mendoj që vetëm një hap jemi larg Kosovës, Po. sepse tani kemi filluar dhe bashkëpunime të ndryshme me Kosovën, me Suedisë, kështu që unë ndjej veten për tash si në shtëpi. Kur jam këtu ndjej veten në shtëpi, kur jam atje ndjej veten në shtëpi. Ngela borxh të fëmijët atje po, se ne e tham vetëm që ajo pjesa e duan apo se duan. Shumë e vërtetë se e duan vendin e vet fëmijët e mi, po janë të shkollu. Vajza e madhe ka mbaruar studimet universitare në Londër edhe masterin. Vajza e dytë po ashtu ka mbaruar këtu në Universitetin e Göteborgut. Kanë pozicione të mira. Arta është vetëm të kthej në këtë pak. Arta është drejtore financës edhe analiste financiare në një kompani investimesh në Kopenhag. Arlinda është menaxhere e grupit të madh të pagave në një kompani më të madhe në Suedi, AZ në Göteborg. Arjeta po ashtu është sekretarish, punon në kabinetin e kryetarit të komunës Borosit, i cili është përgjegjës për çështjen e financave të punësimit, çështje ndërkombëtare, çështjet e biznesit, informacionin, marketingun, turizmin dhe ngjarjet. Do të thënë, Arjeta ka një përgjegjësi shumë të madhe, ka kryer shkencat politike, shkenca shtetërore me politikë në Universitetin e Londrit. Ndërsa djali jeton në Malmö, ai nuk ka përgatitje universitare, po ai ka punë, jeton me një vajzë e cila ka mbaruar studimet edhe për grafikë dhe dizajn, edhe ka një kompani sa e kanë hapë për grafikë dhe dizajn. Apo keni kohë me bashku? Ku po bashkoni më shpesh, Suedi apo Kosovë? Edhe këtu në Suedi, unë edhe mirëvetja jemi njerëz që gjejmë kohë për shoqëri, gjejmë kohë për fëmijë, gjejmë kohë për fëmijët e fëmijëve. Gjejmë kohë për familjarë. Kur njëri u dën, unë e them shpesh gjejmë kohë për diçka. I kam 24 orë edhe ato janë në dispozicionin tim. Domethënë, ne gjejmë kohë, na thirrin fëmijët e fëmijëve se jemi shumë me ta, na dojnë shumë, ofrohem, shkojmë në Göteborg, vinë këtu, shkojmë në Kopenhag. Neve që na mbushet mendja, ikim të poshtë në vikend. Ne takojmë djalin atje. Tani edhe në Kosovë, pushimet që i bëjmë, shumë herë na vinë. Ishim përpashk me një grup të shoqërisë tonë nga Borosi, vendosëm të shkojmë pak në Kosovë dhe në Shqipëri, edhe kur ishim në Shkodër, na bëhet një thirrje telefonike dhe Liami është djali vajzës dytë, po thot Arlinda, Liami po dëshiron me fol me ju, edhe po thot ku jeni? Jemi në Shkodër, edhe ne desh të marrë në Shqipëri. Edhe po i thot mirëvetja, po shkani në Turqi, një javë keni pushim edhe keni atë jo gjyshe po do i marrë në Shqipëri. Edhe kanë ardhur, ne u kanë bashkangjit mas 2 ditëve kanë ardhur në Elbasan edhe kanë vazhduar me neve në Berat atje. Kështu që po takohemi me fëmijë, po ne e kemi edhe një tjetër që ne e vlerësojmë shumë shoqërinë. Jashtë familjes, pa shoqëri nuk e di si do ishim Po, shoqëria është pjesë. Kemi shoqëri shumë të mirë që ndosh të moshave të ndryshme edhe gjejmë ku. Ju lumt, po kalojmë
në temat të ndryshme jo fat gjana, por unë kështu po i bëj pyetjet edhe bisedën po mendon me bë sa ma të natyrshme. Si sheh shqiptarët në Suedi? A mendon që janë integruar shqiptarë në Suedi shumë? Unë jo që mendoj, por shqiptarët janë të integruar gati 100% në Suedi. Ajo që më bën krenar mua dhe të gjithë tjerëve janë që gjenerata e dytë, fëmijët tonë janë fut në për të gjitha kanalet, këtu qoftë shtetërore, komunale apo shoqërore. Gjenerata si bibia, do të thonë fëmijët e ju. Fëmijët e jonë. Dikon mbi 10 janë që kanë pozicionet niveleve të shefave në qytetin e Borusit. Mos flasë qytetet e tjera. Kjo nuk ka diskutim, po unë mendoj që gjenerata kohën kur ka ardhi, jo për shkak që të tyre, po për shkak situatës, nuk kanë mujtë shumë më integru fillimet kur të kanë ardhur, sepse situata politike në Kosovë, vështirësitë këtu, do të thotë nuk ishte e lehtë. Nuk është e lehtë të thotë me ardhin në një vend huj, kur vendi yt është në luftë edhe ti do të kemë menduar vetëm me punu me dërgu parë atje. Kështu është puna. Gjithë aspekt po ndaj atë që ka qenë me ta ndo këtë pjesë. Mu më Armenia, një pjesë e madhe e shqiptarëve tonë kanë qenë azil kërkues edhe kanë prit gjatë për me pajis me leje qëndrimi. Ajo pritja e gjatë nuk ka pas mundësi të punësohet as të vazhdoj kurset e gjuhës sepse nuk ka pas status zgjidhur. Pas asaj kur janë vendos, ka marrë pak kohë derisa e kanë kalu dikush më shpejt, dikush më vonë, i kanë kryer ato kurset e gjuhës, po edhe gjenerata jonë shumica gati mbi 90% janë njerëz që ende punojnë, disa kanë kaluar në pension, edhe kanë blerë shtëpia, do të thënë me punon kanë blerë shtëpia këtu, kanë blerë shtëpia në Kosovë, atje po se po edhe këtu, do të thënë janë barazuar me suedet që janë lindë rritu, kështu që edhe gjenerata jonë janë shumë mirë, shqiptarët janë shumë mirë, po nëse flas për shqiptar krahasuar me nacionalitetet tjera, ne jemi shumë mirë. Ne jemi top komunitet. E them më herët që në Kosovë ishe vetëm gjonat pozitive. Çka është negative? Çfarë të pengon kur shkon në Kosovë? O për Zotin, njeriu kur e don dikon nuk i sheh ato vetëm metë. Nuk më shpreh vetëm më me bëm katën nëse them tash nëse nxjerrë diçka. Po nuk po flas për njerëz, po flas për Kosovë si shtet. Jo, edhe këtu se unë s'kam pas rast askund me has në ndonjë pengesë. Vitet e para kur kam filluar me hyn kufi në pej, mu duke që Kritë Kosova po ndriçon pritja në kufi e policëve shqiptar kur na thonin mirë se erdhët mërgjimtar. Na flit si kalonim atje, frimonim shlirë. Edhe unë s'kam pa mu këshia. As në trafik ka pas raste ku edhe ndoshta ndonjëherë dhe kom të i kalu, jam ndalu. Për Zotin ju kam thënë vepro si dush. Më kanë thonë ec. Nuk di. Edhe atje në rregullime, në regjistrime, në ato ka pas vështirësi, po ato vështirësi janë kritë për mu natyrale, se nuk janë varë ndoshta nga individ. Veç mu i me bëm katën nëse them se unë nuk kam pa këto 25 vite se jam shumë mas lufte, vetëm kam pa çdo vit më mirë. Ndoshta, jo po ajo, krahas me atë periudën kur unë kam jetu në një shtet, i cili më ka detyruar me dalë, edhe pse i kemi pas jetën shtëpi në ato, po ajo liria ajo nuk ka qenë që e kemi gëzu pas lufte. Uroj që gjithë t'i shohim shëgjanat, sikur që po e thua atje, se vërtet Kosova ka ndryshuar shumë edhe Suedi nëse nalemi me i pa gjanat pak ma kështu detaje mund gjenë diçka që ndoshta s'është në rregull, as është e mirë, por duhet t'i shohim gjanat pozitiv, se Kosova ka është zhvillu ma mirë gjithmonë ka mundësi, por është për të shku, për të jetu, për të kënaqur, për të shiju, për gjitha. Rrethim interesant, mendoj që ka shumë çka më thon, koha po na ka lënë, megjithëse nuk kam kohë të kufizuar, sepse kam jetë vetëm bërë diçka. Patjetër kemë thënë, do të thotë, por ndoshta nuk do të
të kalojmë shumë kohë gjatë sepse edhe njerëzit mund të lodhen, por u përpiqa ti kapi ato pjesët më kryesore. Edhe tash e ke pjesën tonë të fundit çka kemi shtuar, çka kemi thonë. Me ta borç vetëm atë kur që erdha këtu në Boros, rruga jeme deri ku jam këtu, e jemja personale ishte unë gjuhën jam mundu me mësu vetë. Në atë kohë ishte një fjalor serbo-kroatisht, edhe ka pas shumë pak ka pas tekste. Dhe jam mundu tash ta mendosh për i Shqipës në gjuhën serbo-kroate, ta gjesh fjalën suedez dhe të kundërtën. Mirë po shumë shpejt i kam mësu ato shprehjet si quhesh unë quhem nga vi. Pastaj më shtofru një punë në shkollë në Skafors, por pa pagesë, me qenë se kam qenë refuzat edhe kom pranu. Jo në drejtimin tim në ëndrën e matematikës, po me dhënë gjuhë amtare nxënësve shqiptar. Jam përgadit, kam punu një vit plot pa pagesë, pas një viti kur jam pajis me leje qëndrimi, kam marrë vend pune. Me pagë, ditën kam punu, me rartë plot, mramjeve njëherë një javë të kam shku në kurs të gjuhës. Dhe më thënë për 5 javë e kam marru këtë gjuhën suedeze për të huaj. Në terminin e dytë kam arrit në Konvoks në një kurs që quhet gjuha Svenska som andraspråk, suedishtja si gjuhë dytë, në një grup që ka shku vitin e terminin e tretë. Edhe aty për një termin e kam mbaru dhe pas 2 viteve janë mbyll kampet. Kanë qenë vetëm 8 orë mësimi në qytetin e Borosit, dhe më thënë, unë kam pas drejt në ditën e punës me marrë mjetën nga arkat pa punësumve. Edhe ditën e parë kër e marrë në ditën e punës, një referente më ofru, ka dalë mrapa shpinë dhe më ka thënë, zotëri për ty ju kemi një mundësi krejt tjetër. Jam befasu, enti shkollor ma ka përkthy diplomën edhe ma ka vlerësu diplomën e shkollës lartë, po jo 100% sepse janë heq disa landë mbrojtja marksizmi ato. Edhe thotë, neve ata të cilët e kanë kry matematikën dhe shkencat natyrore e kemi një mundësi. Do me thonë me pagë, me 80% të armëve, do ju dërgojmë me bë kompletime e diplomës në Universitetin e Göteborgut. Që për mu ishte e pa besueshme, unë të marrë pagë, studioj në universitet, mirë po thati do shkosh një javë t'ju nënshtrosh disa testeve në për kompletu universitet. Edhe me qef kam shku, jam me fat në grupin e parë, jam bashkë me një kolege nga Prizreni që jemi pranu për 60 kandidatëve, 15 jemi pranu, edhe unë kam qenë nisën e tyre. Pastaj kanë pasu edhe 2 grupe tjera dhe për 3 termine, ma ka dhënë enti shkollori suedis për me kompletu diplomën time me matematikë dhe shkencat natyrore për shkollë fillore, sepse unë kam qenë arsimtari shkollës fillore, ciklit lartë. E kam kry për 3 termine, edhe kur jam këthy me 1 janar 1997, unë e kam marrë punë Sarla Fulan si mëdhënës i matematikës dhe shkencave natyrore. Edhe punon akoma? Pastaj, pas 2 viteve kam kalu në gjimnaz, dikon në një gjimnaz që quajtë Tullën Gjimnazit, edhe kam dhanë matematikën edhe të shkollës mesme. Ndërkohë jam kualifiku për mësimdhënës shkollës mesme për landën e matematikës. Edhe e kam atë legitimacionin që e kanë bakta në shtetet e EU-s. Unë jam mësimdhënës i matematikës prej klasë parë shkollës fillore deri në vitin e fundit shkollës mesme, ndërsa shkencat natyrore, kimi, fizik, biologji dhe teknik i kam për shkollën fillore deri në klasën e 9. Kam kryer disa kurse speciale. Kjo është ajo që unë jam rikvalifiku këtu dhe jam zhvillu ato që kam pas dëshirë me mirë vetën me bë në Universitetin e Prishtinës, më kualifiku për shkollë të mesme, e kam bërë këtë. Kam pas edhe disa mundësi, po për shkak të familjes kam heq dorë. Të lumë përveç vështërsive, situatës politike në Kosovë dhe sociale gjitha, dhe thotë edhe në anën tjetër me u angazhu dhe me arrit tuk ke arrit, është për të admiruar. Si ndjesh i plotësuar tani me jetën, me fëmijët, me gjitha? Po. Mirë. Për fund diçka nëse ke me shtu, ose po do dhe një përgjigje tënde, çfarë mendon për mërgjimtarët? Ti je mërgjimtar. Çfarë do të thotë për ty? Asnjëherë nuk mendu
çka do të thot fjala mërgjimtar, shumë herë edhe unë ndihem dyqysh i prekur ajo nostalgjia për dëshirat e mia për vendlindjen time, sepse nuk është e lehtë fjala mërgjimtar. Neve, unë si individi kam lanë gjitha në atë kohë, gjatë qëndrimit tim kam humbë prindërit e mi, pastaj kam humbë njerëz të tjerë, kam humbë shoqëri, kam humbë nxënësa, e këto janë kur shiqoj mrapa, shumë herë mërzitem, po pastaj si njeri i rritur edhe i pjekur, i them se këto janë pjesë e jetës, edhe kur i shoh këto anë pozitive, gjithë këtë jetë që kemi bën këtu, unë bashkë me familje dhe me familjarë tjerë dhe me shoqëri që jetojnë këtu, e njeh veten shumë të plotësuar, sepse nuk e ndjej veten i huaj këtu, nga se ne kemi edhe njerëz nga vendi jonë, po edhe kemi kriju edhe jemi bën të afërm edhe me njerëz që jetojnë këtu. Atëherë të falenderoj shumë. Faleminderit edhe ty, faleminderit që më dhe mundësinë për me u rrethy, se ju shpesh në epët mundësia. Unë të shmoj edhe vlerësoj punën tënde. Faleminderit. Kam ndjek që nga fillimi, du si individ, du si shqiptar, edhe dëshiroj punë të mbarë dhe sukses në këtë drejtim. Faleminderit, edhe unë ty të uroj shëndet edhe gjitha të mirat në jetë, pra kryshte Muharrem Binako, i cili në rrëfej për jetën si mërgjimtar nga dalja e Kosovës deri në ditën e sotme, plot 34 vite në mërgjim. Uroj që t'ju pëlqen bisedat e cilat ne zhvilluam na, deri në takimin e radhës, mirëmbëjtësit kudo që jeni.